Goditet një grup kriminal me rrezikshmëri të lartë shoqërore, drejtuesi dhe anëtarët e këtij grupi, ndërsa aktiviteti ishte në fushën kundër personit dhe në fushën e narkotikëve. Ashtu është arrestuar edhe autori plagosjes me armë zjarri, ndodhur 2 ditë më parë në Vlorë. Janë vendosur në pranga 6 shtetas, nga të cilët 2 në kërkim kombëtar dhe 1 në kërkim ndërkombëtar. Sekuestrohen 4 armë zjarri, pistoleta, municion luftarak, 3 automjete, njëri prej tyre i blinduar, celular dhe një shumë parash. Në vijim të veprimeve intensive për goditjen e veprimtarive kriminale dhe kapjen e personave me rrezikshmëri të lartë shoqërore, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative se disa shtetas lëviznin të armatosur dhe me mjetet të blinduara dhe ndërta ishte autori plagosjes së rënd me dashje të ndodhur më datën 7 qershor. Specialistët e sektorit për hetimin e krimeve të rënda dhe të sektorit për hetimin e krimeve kundër personit në Drejtorinë Vendore të Policisë së Vlorës, në bashkëpunim me Forcën Kombëtare të Sigurisë njësia Fier dhe në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë, finalizuan operacionin e koduar grupi. Si rezultat, në një lokal në fshatin Vranisht, gjatë operacionit u godit një grup kriminal me rrezikshmëri të lartë shoqërore që vepronte në qytetet e Vlorës dhe të Fierit. Gjithashtu, u arrestuan në flagrant shtetasit me iniciale FSH 52 vjeç, ND 50 vjeç, MB 35 vjeç dhe AD alias AT alias ID 51 vjeç. Ky fundit i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Italia, pasi gjykata apelit në Lecce në vitin 2024 e ka dënuar me 6 vjet e 8 muaj burgim për veprat penale, trafikimi lëndëve narkotike dhe pjesëmarrja në organizatat kriminale me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike. Gjithashtu gjatë operacionit, po në këtë lokal, në të njëjtën tavolin, u kap shtetasit me iniciale TA 55 vjeç, i dyshuar si autori plagosjes ndodhur më datën 7/6/2026 në lagjen 24 maj, dhe DC 48 vjeç, të shpallur në kërkim kombëtar, të dyshuar për veprat penale, plagosja rënd me dashje, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve luftarake dhe shpërthyese e municionit, për kraja autorit të krimit dhe prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Gjatë operacionit u sekuestruan 4 armë zjarri, pistolet, 7 celular, 1.850 euro dhe 3 automjete, 2 prej tyre me targa të huaja dhe 1 prej tyre i blinduar. Nga hetimet rezultoi se njëri nga automjetet e sekuestruara, BMW X5, ishte përdorur nga shtetasi me iniciale TA për t'u larguar nga vendi i ngjarjes pas plagosjes me armë zjarri të shtetasit me iniciale FL 26 vjeç, ngjarje ndodhur më datën 7 qershor në Vlorë. Në bashkëpunim me prokurorin, vijon puna për zbarjen dokumentimin e plot ligjor të aktivitetit kriminal të këtij grupi. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme. Ka reaguar për këtë ngjarje ministri i Brendshëm Besfort Lamallari, i cili përgëzon policinë e shtetit për goditjen e këtij grupi kriminal me rrezikshmëri të lartë shoqërore në Vlorë. Arrestimi i personave në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar, kapja autorit të plagosjes së rënd të ndodhur pak ditë më parë, si edhe sekuestrimi i armëve, mjeteve të blinduara dhe provave të tjera kriminale janë dëshmi e profesionalizmit, vendosmërisë dhe angazhimit të strukturave tona ligjzbatuese. Lufta jon kundër krimit të organizuar është një betejë pa kompromis. Kushdo që mendon se mund të sfidojë ligjin, të cënojë sigurinë publike apo të ngrejë dorë mbi rendin e qetësinë e qytetarëve, do të përballet me forcën e shtetit dhe të drejtësisë. Minjoje për çdo efektiv që shërben me përkushtim dhe kuraj, kanë mbështetjen tonë të plot dhe të palëkundur.